Përshëndetje miqtë e mi, mirë se erdhët përsëri te kuzhina ime. Gjatë këtij muaji të Ramazanit ju kam thënë se do të mundohem që të postoj nga njëherë receta të ndryshme. Kësaj radhe zgjodha një ëmbëlsirë shumë të shijshme me biskota, me fruta mali dhe me çokoladë Milka. Bëhet shumë shpejt edhe ka një shije të jashtëzakonshme pasi që vije pak në të thartë edhe i jep një shije shumë të mirë kësaj ëmbëlsire kur të bashkohen të gjithë këta përbërës së bashku. Për fillim, ne kemi marrë një pakete me 300 gram keksa, ku kemi shtuar një gotë me lëng limoni ose limonade, por ju mund të zgjedhni edhe shije të ndryshme të lëngut, por unë këtë e kisha të hapur dhe me këtë e vendosa që ta gatuaj këtë ëmbëlsirë. Pra do të na duhen pastaj një gotë gjysëm me këtë lloj të lëngut, në mënyrë që të zbuten keksat, por do të shtojmë edhe pak margarin të shkrirë. Në mënyrë që keksat të ngurtësohen edhe pastaj kur të prehet torta të del më lehtë nga vendi aty. Tani do të shtojmë edhe margarinën e shkrirë. Le të themi se kemi marrë një lugë me margarinë të ngrirë dhe atë kemi shkrirë. I përziejmë dhe pastaj do të shtojmë edhe pjesën tjetër të lëngut të limonit. Shtojmë tash edhe një gjysmë gotë dhe pjesa tjetër më pastaj do e shohim nëse do të na duhet ose jo. Pra do e shohim me sy. Pasi që janë disa keksa të cilat marrin edhe më shumë e pinë më shumë lëngun, por disa të tjerë janë më të thatë. Pra varet edhe nga lloji të cilën ju vetë e përdorni. Tash kemi mbaruar pra me përdorimin e lëngut. Keksat vetëm i përzijem dhe i kemi në gjendje të cilën neve do të na duhen dhe me njëherë i vendosim tek ena. Enën nuk e kemi ly me asnjë gjë, i rendisim me njëherë keksat dhe i shtypim me lugë në mënyrë që të ngjiten mirë tek tava. Mund të përdorni çfarë do lloji tave, por unë e përdora këtë në mënyrë që të më del pastaj kulaçi më i plotë dhe më i bukur. Me shtrirjen e petës së biskotave kemi përfundu, tash do të marrim dhe do të hedhim ajkat e ëmbla. Kam përdorur këtë lloj që i kanë ka 200 ml. Njërën do e vendosi të plot, ndërsa tjetrën do e lë vetëm pak sasi në mënyrë që pastaj të shkrij çokoladën e Milkës me të së bashku. Pra do e lë vetëm pak nga kjo pjesa tjetër. Le të themi se kemi lanë një filxhan të kafës turke me atë sasi, pasi që unë e kam atë me sy, ju mund të leni vetëm një filxhan të kafës turke. E rrahim mirë hoplën derisa të trashë dhe të merr një masë të ngurtë. Pastaj topsat, në fillim kam dashur me i shtu tek hoplla, por pastaj nuk e kam pa të nevojshme edhe nuk kam dashur të m'ja hup shijen frutave të malit dhe e kam lënë ëmbëlsirën pa topsa. Do me thonë nuk kam përdorur fare topsa. Ndërsa në fillim kam pas mendje që t'i shtoj sa për shije, por pastaj vendosa që ta bëj kështu pa topsa. Presim derisa të trashim ajkën e ëmbël në mënyrë të fortë, ashtu siç neve na duhet për këtë recetë. Dhe pastaj me njëherë do të shtojmë frutat e ngrira të cilat i kemi nxjerrë për pak minuta më parë. Kur t'i shtoni frutat e malit të ngrira, do shihni se me njëherë masa e hoplës fillon të trashet dhe e merr dëndësinë e vet dhe është ideale për këtë ëmbëlsirë. As nuk do të na duhet mascarpone, pra kështu thjesht arrim një ëmbëlsirë shumë të shijshme. Sidomos për pas iftarit, është një ëmbëlsirë e freskët, e shërbejni edhe një kafe çfarë do që juve ju pëlqen dhe uleni dhe shijajeni pasi që do t'ju pëlqej, jo vetëm juve, por të gjithë familjarëve tuaj besoj. Ka një shije pak më të thartë dhe del shumë e shijshme. Mund të përdorni çfarëdo lloj fruta që juve ju pëlqejnë,
por unë e bëra me këtë lloj. Përzije mirë në mënyrë që të bashkohen frutat së bashku me ajkën dhe pastaj i largojmë mikserin dhe përzijemi edhe pak me lugë dhe e kemi vetë se tash gati. Mu ka do ka ty pas se fundin nuk e kam rimikseri, e kam përzije edhe një herë dhe tani e kemi gati që të vazhdojmë. Pra thamë se topsat nuk po i shtojmë, po i largojmë me një anë dhe po vazhdojmë me një herë, po i shtojmë pjesën me ajkën e ëmbël dhe me frutat e malit tek pjesa me biskota. E shtrim pastaj edhe këtë pjesë mbi tortë së bashku me lugën, mundohemi që ta rendisi mirë dhe na mbetet vetë se të shtojmë tash edhe çokoladën Milka me hoplën e shkrirë. Tash e kemi shtrit mirë, edhe do e shtojmë pjesën të cilën e kemi lanë nga hopla, do e qisim në një tenxhere dhe do e nxehim. Kështu është kur e kemi nxe, tani do të shtojmë me një herë çokoladën Milka dhe do e përzijem mirë derisa të shkrihet së bashku me hoplën e nxehtë ose ajkën e ëmbël të nxehtë. E tani na mbetet vetë se ta shtojmë tek pjesa mbi edhe ta dekorojmë dhe pastaj do e vendosim ëmbëlsirën në frigorifer për disa orë, nëse vetë se keni kohë që ta gatuani pak orë më para iftarit dhe pastaj do e shihni se çfarë shije të mirë ka kjo ëmbëlsirë nëse vetë se vendosni që ta gatuani edhe jo. Dalin edhe mjaftueshëm kulaç nëse edhe keni musafir, por edhe del shumë e shijshme.
E tash ëmbëlsirën do e vendosim në frigorifer dhe pas iftarit unë do ta shërbej për familjarët e me të cilat i kam. Kjo është gjendja në të cilën e kemi ëmbëlsirën pas iftarit. Video pak më falni se ka dalë pak e turbullt, pasi që ka qenë edhe natë, edhe ingjizimi ishte bon pak në mënyrë të gabuar, gjë që nuk e kam vrejt. Por kështu po e presim ëmbëlsirën edhe po e servojmë në përpjata. Faleminderit që e shikove recetën time, shpresoj që ka më të pëlqy veç prej recetës të e po edhe nëse kime gatu, kime pa se qëfar shihet të mirë ka, edhe qëfar shihet të veçantë ka. Faleminderit edhe një herë dhe vazhdoni të më mbështesni me subscribe, gjithashtu duke u bashkuar në të gjitha kanalet si që janë rrjete sociale si Facebooku, TikToki, Instagrami, po edhe këto në YouTube, duke u bashkuar me mua. Faleminderit edhe një herë dhe Zoti ja pranoftë agjërimin dhe lutje të pranuara gjatë muajit Ramazan, por edhe gjatë pjesës tjetër të jetës suaj. Dhe po ju lë që të shijoni pjesën tjetër të servimit të kësaj ëmbëlsire kaq të shijshme. Pak e pata të vështirë servimin, por derisa të largohen disa kulaç është ndoshta pak e vështirë, por ju mund ta vendosni edhe në tepsi rrethore, ku pastaj mund ta keni besoj edhe më të lehtë, por edhe në këtë mënyrë kulaçi deli plot, por vetëm paksa do të kemi vështirësi. Nëse e përgatitni këtë ëmbëlsirë, juve me familjarët e juaj ju bëf të mirë dhe pa që një ditë sa më të mbar dhe agjërim sa më të lehtë. Mirëmbëjtje.